Ka përfunduar me sukses dita 5 dhe një herëzi dita finale turneu ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2025, një aktivitet sportiv tashmë tradicional që këtë vit shënoi edicionin e tij të 8. Turneu, i cili u zhvillua për Group Motion U19, u organizua nga Shkodra Sport Event në bashkëpunim me shoqatën rajonale Shkodër, Federatën Shqiptare të Futbollit dhe Bashkinë Shkodër. Në ndeshjen e fundit finale, Vllaznia arriti një fitore të rëndësishme ndaj ekipit Maverick me rezultatin 2-1, duke kurorzuar kështu një rrugtim të suksesshëm në këtë kompeticion dhe duke treguar edhe një herë fuqinë e akademisë së saj. Ky turneu ka një specifik tjetër në raport me turneun e moshëve të voglave, sepse ky është një turneu të scoutingut, pasi ne kemi mbi 20 agjenci scoutingut të cilët janë prezente në këto ditë nga vende të ndryshme të botës për të ndjek këtë turne. Mund të themi që kemi edhe nga Argentina scout, mund të kemi edhe nga Greqia, apo nga Nigeria, apo edhe nga vendet e tjera. Edhe po ndikon me shumë vëmendje këtë turne për me arrit me marrë esencën e lojtarëve të cilët janë në këtë grup mosh. Si vjetme ishte diçka krejtë veçantë, sepse për herë të parë organizojmë edhe me grup moshën U19 edhe me ekipe nga Shqipëria dhe nga kryesisht nga Afrika. Janë disa ekipe, disa akademi që janë bashku këtij aktiviteti, kështu që është diçka mjaft pozitive. Me një organizim shembullor dhe pjesëmarrje të gjerë ekipesh vendase të huaja, Shkodra Summer Cup vazhdon të jetë një vitrinë e rëndësishme për talentet e futbollit të rinj dhe një festë vërtet për qytetin e Shkodrës.